Suareka ka votu për ndryshim, e kërkon ndryshimin. As një parti s'u ka kërku, kam një marrëveshje me qytetarët, po unë prej momentit parë kum para për mua koalicioni janë qytetarët dhe vetëm qytetarët. Programin e kum bë me qytetarët edhe vazhdoj me qytetarët. Shpej rast mi falendru të gjithë ata që më kanë përkrah, të gjithë ata që më kanë votuar, edhe besoj që ta kemë përkrahin më të madhe në Betnam në nëntor të vitit. Kush, cilat parti? Me gjitha, atë të tulëm do të bisedojmë, kush është interesuar me punu, me ecë përpara, me punu për interes qytetarët dhe të jemi bashkë. Ardian? Koalicioni im është me qytetarët. Domethënë gjithsesi e shoh fitore sepse Suareka ka votu për ndryshim, e kërkon ndryshimin, 8 vite mandat është konsumim i një personi, duhet fillojmë energji të reja dhe i ftoj gjithë ata që janë vullnet mirë për këtë ndryshim ta bëjmë bashkë. PDK-ja Ardian, kone voton Suareka? Unë nuk e di tash ata qasin si e kanë, sepse ata e kanë organet e veta. Se nis me fol me ta, alo? Unë i kam ftu të gjithë qytetarët pa dallim e janë ta bëjmë ndryshimin sepse të gjithë për ata kemi votu. A keni koalicion me vetëvendosjen, me PDK-n, me... Jo, koalicion nuk kemi, S'keni? Koalicion me A qytetarët. jeni taku? Por jam i hapur, me se cilin nuk e kam në pikë ndërprerje në çfarë do aspekti, sepse fundin ne jemi për të mirën e qytetarëve, dhe ata kanë kërkuar ndryshimin dhe ne i ftojmë ata, këtë rast i ftoj ata që të bashkangjiten ta bëjmë ndryshimin me 9. A kanë kërkuar ai kusht Ardian që me përmbush jo? Njerë për njerë nuk kam qytetarë kështu më ofruan, ka asamblesë që më ofruan, domethënë është... Ata kanë kërkuar në ai drejtori, në ai sen? Jo, nuk kemi, Thash qëllimi kryesor i këtë kësaj po bëhem shumë i sinqert, është për me ndryshu sepse në Suareka është atmosfera për ndryshim. Është për prekjen e çdo cep të Suarekës, po shihet të ditë, dhe posa të filloj fushata ne do të marrim një intenziv të madhe për të fituar këtë garë. Bali, ti apo jep në kusht, çka po jep nëse hin koalicion me ty? Ata kanë kërkuar në ai kusht? As një parti s'u ka kërku, kam një marrëveshje me qytetarët, vazhdojmë me qytetarët, punojmë një 30 qytetarë pa dallim partie politike, dihet ndryshimi 70 me 30, dihet ndryshimi 45 me 55, unë jam i bindur në fituaren me 9 nëntor, pasi që ashtu po dojnë qytetarët e komunës Suarekës.